Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari mori pjesë në ceremoninë e betimit të drejtorit të ri të Policisë së Shtetit Skënder Hita, duke cilësuar këtë një moment të rëndësishëm për institucionin e sigurisë. Ai theksoi se përzgjedhja e drejtuesit të ri ka kaluar në disa faza, me qëllim garantimin që drejtimi i këtij institucioni kyç t'i besohej një figure të besueshme. Ceremonia që na ka bërë këtu bashk nuk është thjesht formalizimi i leadershipit të ri të Policisë së Shtetit, por kjo ditë shënon dhe rikonfirmimin e angazhimit tonë për një organizatë gjithnjë e më profesionale, të besueshme dhe në shërbim të qytetarëve. Por te solemnitetit dhe formalitetit të këtij rasti, dua të evidentoj 3 elementë domethënës. Së pari, lidhur me procesin e ndjekur deri më sot. Për të mbërritur në këtë ceremoni, është kaluar përmes një procesi transparent dhe të bazuar mbi meritë. Në çdo fazë është përfshirë vlerësimi i përvojës, profesionalizmit dhe integritetit të kandidatëve, duke siguruar që drejtimi i këtij institucioni kyç t'i besohet një figure të besueshme që përfaqëson standardet më të larta profesionale të organizatës së Policisë së Shtetit, dhe pavarësisht se fituesi duhet ishte një dhe vetëm një, unë vlerësoj pjesëmarrjen e gjithë kandidatëve që ishin të pranishëm, duke demonstruar absolutisht një përvojë të konsiderueshme në detyrat që ato kanë mbartur dhe vazhdojnë të mbajnë në Policinë e Shtetit. Pas betimit në krye të Policisë së Shtetit, drejtori i ri Skënder Hita mbajti fjalën e tij të parë, duke theksuar përgjegjësinë e lartë që merr përsipër në këtë detyrë. Sot është një ditë e rëndësishme e karrierës sime në Policinë e Shtetit. Pas një rrugëtimi 25 vjeçar, me uniformën blu, me dëshirën për të shërbyer pa kompromis qytetarëve, ligjit dhe vendit, kam nderin të marr përgjegjësinë për këtë detyrë më të lartë në organizatën tonë. Këtë kurorëzim nuk e shoh thjesht si arritje personale, por si një përgjegjësi të madhe ndaj qytetarëve dhe ndaj çdo punonjësit të Policisë së Shtetit. Prioritetet tona janë të qarta. Lufta pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke filluar dhe nga radhët tona. Rritje akoma më shumë e parametrave të sigurisë në shkolla dhe në çdo komunitet. Forcimi i rendit dhe i sigurisë në të gjithë territorin e vendit. Modernizimi i policisë përmes teknologjisë, përfshirë dhe projektin madhor Smart City dhe trajnimeve sipas standardeve më të mira europiane.